Në Shkodër për zhvillohet turneu botëror i tenisit për moshën U18. Në këtë momente kam një përfaqësues nga kombëtarja e Kinës, i cili po konkuron me shumë dinjitet në këtë turne. Kjo është hera e parë që jeni në Shqipëri dhe konkretisht në Shkodër? No, it's my second time playing in here, and it's been a very good experience, and it's my pleasure to play in here. Është eksperienca e tij e dytë në Shkodër, që merr pjesë në turne ndërkombëtar që organizohen këtu, edhe është shumë i kënaqur me gjithçka që ndodh këtu. Në këtë aktivitet të si vjetëm, me çfarë pretendimesh keni ardhur? Because I got champion last time here, but this time is different because there are a lot of very good competitors, and it's a very good environment of competition. And I just hope that I can play I can play as good as I can, and I try my best and fight for the win. Herën e fundit që ka marrë pjesë është shpallë kampion i turneut, mirë po ka qenë turne evropian dhe tani e bën dallimin se është turne i nivelit botëror dhe ka lojtarë shumë më të mirë me nivel më të lartë të lojës. Por pret që të tregoj performancë të mira dhe të jap më të mirën e tij. Një përshtypje për qytetin, pëlqen qyteti, atmosfera në Shkodër? I didn't have time to visit, but it's a very good city, and I like the people, I like the food, I like everything here, so it's a wonderful place. Nuk ka pas shumë kohë për me eksploru qytetin, mirë po i pëlqen edhe i pëlqen edhe njerëzit, ushqimi dhe gjithçka tjetër. Fakti që jeni për herë të dytë në Shkodër tregon që keni vlerësime për këtë aktivitete. A do t'jeni përsëri edicionet e ardhshme në Shkodër për turnet e tjerë evropian dhe botëror në tenis? Yes, for sure. Like because I essentially I love here, and it's very good people, very good tournament. So I will come for sure. Po thot patjetër që kam ardhur sepse më pëlqen turneu dhe njerëzit këtu. Faleminderit, suksese. Thank you and good luck. Thank you.